Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmendur namazin, ka thënë men hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Do thot kush kujdeset për namazin, atëherë do të ketë dritë, do të ketë argument. Do të thonë ky namaz do të jetë argument se un kam qenë musliman në ditën e gjykimit. Dhe do të jetë shpëtim për të në ditën e gjykimit. Wa man lam yuhafidh alaiha, kurse ai që nuk kujdeset për namazin, edhe nuk e kryen namazin, lam yakun lahu nurun, do të thonë nuk ka dritë, wala burhan, as argument, nuk ka në ditën e gjykimit, wala najat, as shpëtim. Wa kana yawm al-qiyamah, dhe në ditën e gjykimit ky njeri që nuk është falur do të jetë me Qarunin, Faraonin, Hamanin dhe Ubej ibn Khalaf. Do të thonë kokat e kufrit, nga në kohën e Musait dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë do të jetë bashkë me ata, ai që nuk e ka falur namazin. Prandaj namazi pra është argument dhe fakt për islam ose iman të njeriut. Edhe ka thonë Allahu subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Do të thonë xhamit e Allahut i mbusin ata të cilët besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Do të thonë xhami shkojnë e falin namazin ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, wa aqama as-salat dhe që e falin namazin.